Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë, nërsa ne vazhdojmë sonte me lejen e Allahu xhallahu ala në takimin e radhës dhe me tregimin që kemi filluar me e trajtuar në takimin e kaluar. Jemi duke trajtuar rrëfimin që ka të bëjë me Isaun alayhis salam dhe që është i njohur me sofra e Isaut alayhis salam. Sikur që kemi përmendur në rrëfimin e takimit të kaluar, do të thotë havarienët, pasuesit e Isaut alayhis salam, kërkuan prej tij në rrethana të caktuara që ai ta lut Zotin xhallahu ala që Allahu të zbret një sofër nga qielli. Dhe Allahu xhallahu ala përmend këtë ngjarje duke larguar shumë detaje dhe duke larguar shumë gjëra të tjera të caktuara, të cilat ndoshta do të përmbushnin në mas të madhe kurreshtjen ton, por që nuk janë të dobishme. Andaj, pse e kërkuan, ose të themi më drejt, në çfarë rrethana ishin kur e kërkuan, çfarë ishte sofra dhe çfarë përmbante sofra dhe sa ditë kanë ngrënë e kështu me radhë, gjitha këto padyshim janë detaje të parëndësishme. Prandaj edhe Zoti xhallahu ala nuk i ka përmendur në Kur'an dhe është fokusuar në ato pika që janë të rëndësishme që përbëjnë mësime dhe udhëzime nga ky rrëfim. Në takimin e kaluar të nderuar kemi marrë disa pika që kanë të bëjnë me këtë rrëfim, ku nga më kryesorët ishte Zoti xhallahu ala para se të përmend këtë rrëfim, i paraprin ajeteve të rrëfimit me disa lavdata për havarienët, që na e orienton kuptimin e drejtë të rrëfimit, se në vetvete ky rrëfim ndoshta mund ngacmon dhe të provokon ndërgjegjjen e çdo kujt prej neve se a thua vallë qysh ta njerëz kërkojnë një mrekulli të këtill. Zakonisht jemi mësuar që kundërshtarët e pejgamberëve të kërkojnë mrekulli, që përmes këtyre mrekullive vërtetohet saktësia dhe vërtetësia e pejgamberëve. Mirë po ta kërkojnë një gjë të tillë pasuesit e pejgamberëve është disje e pazakonshme. Nuk është shumë e shpeshtë kjo që ka ndodhur në kohën e pejgamberëve të kaluarën. Por që mos të mendojmë keq për ta njerëz, dhe duke u mbështetur në të kaluarën e tyre dhe në sakrificën e tyre, Zoti xhalla xhelaluhu përmend disa fjalë lavdruese për ta, e që kemi thënë se kjo është më rëndësi për neve që gjithmonë ta kujtojmë biografinë e dikujt, ta kujtojmë të kaluarën e dikujt, ta kujtojmë sakrificën e dikujt kur flasim për te. Dhe disa dobi tjera që kanë të bëjnë me këtë rrëfim, edhe sonte me lejen e Allahu xhallahu ala do të vazhdojmë me tutje me disa prej porosive dhe udhëzimeve që kanë të bëjnë me këtë ngjarje të rëndësishme që Zoti xhallahu ala në bazë të këtij rrëfimi e ka emërtuar edhe një sure kaq të madhe, surën El-Maida, kapitulla e sofrës. Kur ata kërkuan të nderuar Lazar që Zoti xhallahu ala me zbrit, do të thotë një sofër nga qielli, në dëgjim të parë Isau alayhis salam u ktheu me një përgjigje të përgjithshme. Qalet taqullaha in kuntum mu'minin. Tha Isau alayhis salam, keni frikë Allahun dhe rrini pranë devotshmërisë në qoftë se jeni besimtar. Kjo ishte përgjigje e parë e përgjithshme në kërkesën e havarienëve për sofër. A thua vallë, pse u përgjigj kështu Isau alayhis salam? Kjo përgjigje është interesante, pse kështu është përgjigj Isau alayhis salam. Ata kërkuan diç, sikur se thash, të pazakonshme, apo nga se pasuesit e pejgamberëve i janë bind pejgamberëve mbi bazën e fakteve dhe argumenteve. Dhe posa janë bind, nuk e kanë kontestuar më këtë bindje. Dhe nuk kanë kërkuar gjëra të jashtëzakonshme. E njërë ka qenë për shembull në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, Kurajsht e Mekës kanë kërkuar gjëra të jashtëzakonshme. Për shembull, kanë kërkuar që Allahu xhallahu ala Safën dhe Marwën
Don dy kodra të mëdha që sot haxhiler bëjnë saj vrapim mes këtyre dy kodrave, kanë kërkuar që Allahu t'ua shndërron në ari e tëra. Nëse e pejgamberi Allahut, Zoti ka mundësi le të shndërron këtë lugin të Safas dhe Mervës në ari. Pastaj kërkuan që qahet Hana, e kërkuan që zbret melek prej qielli, e shumë kërkesa, por këto vinin nga jo besimtarët, nga ata që dyshanin dhe e përgënjeshtonin pejgamberin. Por nuk erdhi asnjë sahabe me kërku gjëra të jashtëzakonshme për më u bind. Prandaj Isa alayhis salam tha ittaqullah, tha keni frikë Allahun xhallahu ala in kuntum mu'minin. Pse u përgjigj kështu? E para të ndërlozur është se kur kërkohet një gjë e jashtëzakonshme dhe Zoti xhallahu ala sikur se kena me përmend i përgjigjet kësaj, atëra ajo mund të bëhet për ata që është dërguar ky argument, për ta mund të bëhet bindje, por mund lënë të kalon edhe në sprovë, në fitne. Sikurse jo rrallëherë ka ndodhur me popujt e mëhershëm. Për shembull, populli i Salihut, Themudi, çfarë kërkuan? Kërkuan një deve të anëzirë Zoti xhallahu ala nga shkëmbi. Dhe Zoti xhallahu ala u anëzori, para mendo të del devi nga shkëmbi. Mrekulli, por Zoti xhallahu ala bën këtë. Dhe nuk besuan. Në rregull, nuk besuan, Zoti xhallahu ala la kështu një herë. Por devja kishte nevojë për ujë, është normale. Dhe Zoti xhallahu ala i tha Salihut, thuaj atyne, burimin e ujit një ditë e keni ju me pi, një ditë ka deveja. Është burimi i Zotit xhallahu ala. Andaj aja ka ditë saktu me kurpin, a ditë ju zban me nguc burimin e deves. Mirë po ata përkundër kësaj u rebeluar dhe ishte për ta sprov, fitne, do të thotë kjo deve. E prakën këtë ditë, madje e therrën devën, fa aqaruha, e therrën devën, dhe Zoti xhallahu ala pastaj i mbyti me dënim. Andaj kjo ka pas mundësi të shndruhet në argument të qartë me besu, por nuk u shndrua. Në çka u shndrua në? U shndrua në sprov. Prandaj nganjëherë njerëz kërkojnë nga Zoti xhallahu ala, por kujdes, Zoti xhallahu ala mund ta sjell, mirë pastaj ajo begati, ajo mirësi që Allahu ta sjell, apo ta afron tek Zoti xhallahu ala apo bëhet sprov për ty. Andaj tha ittaqullah, më mirë rini kështu se sprovoheni. Dhe kjo është të ndrodhë një mësim e rëndësishme se nuk duhet ne me kërku sprovën, nuk duhet ne me provoku qëndrueshmërinë tonë, nuk duhet na me provoku burrnin tonë, nuk duhet na me provoku guximin tonë, jo. Sikur se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tatamannu liqa al-adu, mos e kërkoni takimin dhe përplasjen me armikun, jo mos e lëpni. Por nëse ndodh, atëra tregoni të qëndrueshëm. Në çdo sprovë në dunja nuk e lyp besimtari, nuk e kërkon besimtari. Edhe për sprovën e Dejjallit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është nga sprovat më të mëdha, apo nuk tha dilni përpara, edhe mos tutni ka dhënë burra, ka dhënë që ju dini kush është ky, që sta kështu, ikni tha, ikni, largoni prej tij. E nëse takoheni me të dikun ku s'keni ku me ik, lexojeni 10 ajetet e para të surës Al-Kahf. Shiko, ande ik nga sprova. Mos thujen unë qëndraj, jo unë se kom gale. Jo valla, kudo që ka sprov, ka telashe, kudo që mundesh me u fërku, apo dhe aty në atë fërkim, ndoshta me psu, me pas rezultate negative në besimin tënd, moralin tënd, dirin tënd, ittaqullah. Ki frikë Allahut, largon nga sprovat. Mos e sfido veten tënde. Dhe kjo është e përgjithshme në shumë aspekte. Për shembull, mos e provoko bindjen tënde duke lexuar gjëra që ndoshta mund me mbjell dilema dhe hamendje. Ka shumë për shembull libra të caktuara që ti s'beson tu. Haj çka po thot. Pastaj çka po thot edhe mbjell një dilemë zemrën tonë. Problemi pastaj me nxirr apo. Një vezvese të caktuar mbjellet, problemi është me nxirr. E kështu me radhë. Prandaj Isa alsum në fillim i tha, nuk e lypi këtë për Zotit, do të nuk i gjykaj asgjë, veç ta, unë po i them keni frikë Zotit. Kjo është sprovë tash. Po futeni me një tunel të rrezikshëm. Ittaqullah. Për këtë tha ittaqullah. E dyta pse ju tha ittaqullah?
pse ju tha, do thotë, pajisuni me takua. Takua është devotshmëri dhe frikë ndaj Zotit xhallahu ala. Pse ju tha kështu? E dyta të ndërozë është se kjo është me të vërtet një udhëzim i rëndësishëm këto ajete. E dyta, se ata kërkuan çfarë? A kërkuan furnizim? A thanë na zbret nga qielli furnizim? A thanë kështu? Me hongër edhe me pi. Isau alayhi salam kur ra fjala për furnizimin i orientoi ka një derë tjetër me kërku furnizim. Po është e vërtet se Allahu xhallahu mund me zbrit nga qielli. Është e vërtet se Allahu xhallahu ora ka mundësi çdo ditë vallahi pa lëviz askush nga vendi i tij me ushqyer në shtëpi atje ku është ka mundësi Allahu xhallahu ora. Apo çysh na ka sjell Allahu te baraka te oksigjenin që e thithim dhe marrim kudo që t'jemi. Apo nuk duhet me dalë me punu edhe me fitu oksigjen tani me shku në shtëpi me thith. S'ka nevojë kështu. Ku t'je thith oksigjen? A ka mujtë Allahu xhallahu me shpërnda dhe begati tjera, bukën, ujin, ka t'je me thith, pa pasni me shku me punu me fitu. A këni nërë dikush që punon me fitu oksigjen së omet pa to? S'ka kështu. Allahu me dashtë e kishë shpërnda dhe tjetër. Mi po ka ba Allahu sebepe. Allahu xhallahu ka vendos sebepe shkaqe përmes të cilave ne furnizohemi. Apo shkaqe. Një prej tyre shkaqeve është puna. Mu angazhu, me dalë në punë, më mundu. Kjo është për shkaqeve kryesore për furnizim. Mirë po është një shkak tjetër që njerëzit nuk i kushtove mendje. Ajo është takvallahu koptën. Po, është e vërtet se mundet, është e vërtet se përmes lutjes tënde, është e vërtet se përmes shkollimit tënd, përmes angazhimit tënd, përmes mundit tënd furnizosh. Është e vërtet se Zoti xhallahu ala ka bërë sebeb punën për furnizim. Por a është puna të ndërrozër shkaku i vetëm i furnizimit? Jo. Është shkak i rëndësishëm, por nuk është i vetmi. Andaj prej shkaqeve të rëndësishme në furnizim, edhe në pasurim, edhe në mirëqenje, edhe në mirësi, është devotshmëria. Me pas frikën Allahu xhallahu xhelalu. Andaj Allahu te bareka ve teala thot në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ai i cili është i pajisur me takwa, shikoj këtë ajet. "Wa man yattaqillah", ai që është i pajisur me devotshmëri, me takvallëk, çka jep Zoti atij? Yaj'al lahu makhraja. Allahu i bën atij rrugdalje, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Shikoj këtu ka ardhur, do të thotë kusht edhe përgjigje e kushtit. Nuk ka thonë yarzuquhu, po ka thonë yarzuqhu. Kafi ka sukun. Realisht është me anë yarzuquhu, po ka thonë yarzuqhu, që është përgjigje e kushtit. Cili është kushti? Wa man yattaqillah. Allahu thot, kush ja ka dronë Zotit, ky është kushti, përgjigje e kushtit tek Allahu yarzuqhu. Allahu e furnizon prej ka nuk ja mërmenja. Do të thotë, nëse don furnizim prej ka nuk ta mërmenja, edhe sa nuk ta mërmenja, atër shtegu i këtij lloji të furnizimit është devotshmëria. Ja pas frikën Zotit xhallahu xhelalu. Puno me aq sa është e lejuar. Angazhohu për aq sa është halal. Për te i kësaj mund të joshes, mund të ketë mundësi me vazhdu ende matutje. Mundësia përfituar ma tepër është ende. Mirë, po për të vazhduar matutje duhet më përshëndet me takvalluk. Me thonë, stune ti po dahëm. Se kur se tha Musa u me hedrin, hadha firaku bejni u bejnik, këtu në ti po dahëm. Apo? E ka plot njerëz, i thojnë besimit, e i thojnë devotshmëris, hadha firaku bejni u bejnik. Këtu në ti po dahëm, unë e po vazhdoj matutje, ti sën vjen me mu. Nuk mund marrë devotshmëria në punë pista. Nuk mund marrë devotshmëria në punë dyta. S'mund me vazhdo me ty devotshmëria atje ku është haku i huj, atje ku është djersa e huj, atje ku është mashtrimi, s'un vjet me ndy atje devotshmëria. Andaj Allahu po thot, mos i ndaj fjalë e furnizuesit, fjalë e krijuesit. Allahu po thot, mos i ndaj kur devotshmërisë, edhe nëse duhet me ndo përkohësisht nga fitimi. E kuptove? Do thot ka njerëz nuk i ndahet fitimit, edhe pse për me vazhdu shoqërimin në fitim, duhet mundo nga vlerat, nga morali, nga devotshmëria, madje nga familja, nga shoqëria, nga gjitha këto ndahet,
por nuk ndahet nga fitimi. Allahu po thot, ndaju nga fitimi, në qoftë se ta kushtozon fitimi devotshmërinë, vazhdo me devotshmëri, të furnizon Allahu kastamërmania. Apo ti ke prit nga kjo derë, ta bën Allahu kastamërmania. Kur ti ndahesh nga fitimi, nga se fitimi po ta kushtozon ndarjen nga besimi dhe devotshmëria. Andaj tha in kuntum ittaqullah, keni frikë Zotin. Ju tek Allahu mbështetuni, u asill Allahu xhalla wala furnizimin kastamërmania. E ju nga një mrekulli që pastaj mund tjetë për juve sprovë. Për këtë arsye tha ittaqullah. Dhe të ndërrozë vëllezër, dhe tha ittaqullah. Kërkesa që Allahu t'ja ken frikën, kërkesa që t'jemi të devotshëm, është kërkesa më e shpeshtë në Kur'an. Nëse e merr Kur'an me lezu, çka Allahu më shpesh të lypi neve? Kërkesa më e shpeshtë është, ose nga kërkesat më të shpeshta është kërkesa për takua. Dhe më shpesh ti Allahu xhallahu ala flet për të devotshmit. Dhe ata që janë të kundërtën e devotshmërisë e kështu me radhë. Mirë po, sa flet Allahu xhallahu ala për devotshmërinë, gjithmonë ja shoqëron këtij të foli për devotshmërinë, ja shoqëron ndonjë shoqërues caktuar. Për shembull, Allahu xhallahu ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe ndërmerrni masat e duhura për të ofruar tek Ai. Ittaqullah in kuntum mu'minin. Keni frikë Allahun në qoftë se jeni besimtar. Për të na treguar se devotshmëria të nderuar vëllezër dhe motra. Kjo është e qartë në Kur'an, edhe në këtë ajet që Isa alayhis ju tha. Devotshmëria nuk është fjalë goje, nuk është dëshirë, nuk është qef, nuk është reklam, nuk është propagandë, apo nuk është asgjë nga ato që njerëzit mendojnë se munden devotshmërinë me arrit në fjalë. Devotshmëria është lodhje, është mund, është sakrificë, është udhëtim i gjatë derisa njeriu ta përvetson këtë vlerë të rëndësishme e me të cilën pastaj i siguron vetës së tij, ndëgjoni, i siguron vetës së tij imunitet në këtë dunja që e mbron ky imunitet nga çdo smundje e devijimit dhe lajthit dhe mëkatimit dhe mbrojtja nga dënimi i Allahut ditën e gjykimit. Me fitu këtë imunitet dhe këtë mburojtje dhe izolim nuk është e lehtë, duhet mund. Prandaj devotshmëria është sakrificë dhe është mund, nuk është deklarat, nuk është propagandë, nuk është simbol që ngritet, por është edhe diçka që shihet. Andaj tha in kuntum mu'minin, në qoftë se jeni besimtar, është dashur me kon të devotshëm. Kjo është e para. Të ndërrozet pas kësaj një dobi e radhës. Këta kërkuan, sikur se thash, diçka të pazakonshme, apo s'është e zakonshme çka këta kërkuan. Dhe pasaj mund të fshihen shumë dilema. E tash çka u bë me këtë sofër? Pse tash po e lëpni? Apo mund të ngritet dilema shumë ta. Mirë po, shikoni edukatën e rëndësishme që na jep Isa alayhis salam. Cila është ajo? Nuk u ngut me gjyku për ta. Nuk u ngut me gjyku, apo nuk tha, apo dyshoni, mos keni deviju, mos u ka mashtruar dikush. Jo, nuk shkojnë gjykime, as në para gjykime. Shkojnë këshill veç, i këshillaj ittaqullah. Kur i thush dikujt për shembull, ki frikë Zotin, kjo s'to mund që pe akuzon, as po shni për to. Këshillë porosi ton kanë nevojë për këtë punë. Andaj këtu marrim mësim të ndërlozur se nuk duhet kur nga dikush ndëgjon diçka të pazakonshme, çuditshme, si mësu pejti me nik si fjalë, për shembull, çndrim caktuar, si mësu me nik, mos u ngut me gjyku derisa nuk të qartëson qëllimin e tij dhe nuk të kupton arsyeën e tij. Isa alsam kështu bëri. Nuk gjykoj për ta. Nuk i akuzoj me asgjë. Mirë po priti. Prandaj sa të ndërlozën ngadera, mund të ndëgjojmë ngadera për shembull fjalë caktuara, veprim caktuar që ka bëu dikush. Mos u ngut sikur si u thashën në takimin e kaluar. Mos u ngut me marrë qendrim. Mos u ngut me gjyku, ka dalë. Derisa mos të vërteton. A dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët e tij ka ndodhur që jo rrallë herë, 3 herë me u apërsrit porosin, derisa është binë se e mërë të vesh mirë. E kuptoj mirë? Nga se ka mundësi me ndodhë të keq kuptime.
Prandaj e kem dëgjuar për ndonjë hoxhë një mendim caktuar. Me kur e shkum, s'po të përputhet me ato çka ti e din të kaluarën. Edhe një herë shko vetë. Edhe një verifikoje. S'ka të keqe këtu kur gjë. Mirë po, e keqe është kur na i japim të drejtë vetes tonë me e orientu përgjigjen, me e orientu mendimin ka na kemi kuptuar e pastaj mbi bazën e kuptimit tonë me e gjyku dikon. E kjo është e keqe. Mos u ngut me gjyku, mos u ngut vete. Prandaj të ndërozër Shu'b ibn al-Hajjaj ka qenë një për djetarët maj për para, kur ka ardhur dikush me e pyet diçka, e ka qenë për i largu, i ka thonë, i ka i ti o burë, ka një filan venit, ka në ama adresën ku banan ti, ka në qëka të vinë adresën, ka thonë, për të dhoni mendim sët, e ta nuk di nëse e ndrojnë mendimin ma vonë, e qaj dikën me të ka du që shumë të mënu mo që ashtu apëtën. Ka njëri i sigurt, me rujt, andaj edhe nga ana e hoxhës, ose ana e kujtë qoftë, është e kërkuar me koni qartë, me spjegu mendimin që është duhet, ose edhe ai që e merr mendimin, tjetë i sigurt që është për e merr. Sa na ka ndodhur, dhe këtë kemi përmend disa herë, ka ndodhur për shembull të na atribuan, të na përshkruan, ndoshta fetva, përgjigje, që si kemi thonë kështu kur, mirë po njerëzit kanë keq kuptuar ato. Edhe se ka njep as mundin më minimal me verifiku, unë që shtu e kuptova, a ke që shtut? Jo s'ke që shtu ke. Allah s'ka problem se ke shtu të mënu keq. Kaq, kejt përfundan, sa e thjesht është. Mos u ngut, ose për shembull, po është që shtut. Por mos u ngut se nuk e din ti ku e ka marrë ky. Ku pe din? A dini sa mendimet janë, sa argumentet janë, që na kërë dikush thotë, unë se kom një kur këtë argument. Apo sikur se kemi sikë dësare, po thosë se keni ti këtë argumentet, që di që është paska i këtu këj hadith, apëton. Ose që di ti që se ke kuptu këtë tefsir, interesant, apëton. Po ka me qindra tefsir, o lasni, apëton. Po ju thëmë me plët kuptimi fjallës. Qindra libra tefsirit, unë ju sfidoj as emna se u keni një, apëton. Jeme, normal e kjo punë. Normal është kjo punë. Edhe ata që miren me tefsir, ka mundësi mas një kohë e kuptan edhe kjo libër është. Dhe më sungot, ka dalë. E kur qërësot, sa është mendim, Allah në rujt, i pa bazum komplet, është epsh, është, pastaj ka kohë për këto punë, me marrë njëri qëndrim dhe vendime. Por më sungot, ka dale. Ka thonë Imam Ahmedi Rahimullah ka thonë, nuk ja dhot të drejtin as kujt. Që ka, Imam Ahmedi, ky burri madh ka thonë, nuk ja jap të drejtin as kujt me ma kontestu mendimin, apo me marrë për meje, diri sa nuk e din ku ko marrë dhe unë apëtën. Kër e din ku ko marrë unë, edhe din burimi, po e di ku ke marrë, që ti ku ke marrë ti, që ti zban me marrë apëtën. E atër po, ama nuk marrëm njejt, as nuk din ku, unë nuk di ku ke marrë ti, edhe merë mungut, edhe merë mu si mendim, si qëndrim, ka dole apëtën. Ka dole, se sa ko hadithe që ulemave ju ka një këllas një apëtën, si kanë ditë. Thot Imam Shafiu Rahimullah, do njeri i njohur edhe në hadith edhe në fik, në dy lami të kun imam. Thot Imam Shafiu Rahimullah, nuk di njeri, kur thot Imam Shafiu nuk di, i bjen begi për një mekje pun, jo si na, me thonë unë e zdi, nërma që në të zdim. Ama Imam Shafiu ka thonë, nuk di njeri i cili krejt sunetin e ka përmbledhë, në qka zdinaj së sunet, nuk di kësi njeri në ato. Imam Shafiu Rahimullah. Te ti nuk ka sunet, po ka dalë që nështë o sunet, ku pëtim? Ose nështë asër sunet, ku pëtim, pse për e vërtetan? Ka dalë apëta. Andaj mu, Isa a.s. nuk mori qëndrim, ndaj havarinve, nuk i para gjykaj, nuk i tha kur gjëmir, pa, i këshillaj. E pastaj hapi, shika, kja është metoda, kjo është udhëzimi kuranor. E pas kësaj, hapi mundësi për dialog. Do të thotë, e ndëgjojna mirë çka po don dikush, nëse është diçka e pazakonshme, nuk ngutemi, apo? E treta, hapëm dialog. Kallëzëm edhe njerë që shkeqe? Atër kur havarin e ndëgjojnë Isaun a.s. saj, po i thotë, ittakullah, keni frikë Zotin, e panë se ka nevoj për sëqarim. Andaj thanë, kalu,
nuridu an na'kul. Nuridu an na'kula minha. Ne tash filloi dialogu. Ti po thosh, kjo është kërkesa jon, ti po thosh ki frikë Allahun, po, na që ashtu po dëna me kon, mirë po, qëllimi jon nga kjo kërkesë është an na'kula minha. Ne po dëna me hongër për saj. Normal. Dikush thot për shembull, po është shumë e logjikshme që kanë me hongër për sofrës, ato dhe të shka me verë smunën ato. Pse ka thonë për dhe me hongër për saj? Ka thonë disa për djetarve, e kanë përmen për dy sebepe. Pse e kanë përmen mas pari për dhe me hongër? E para, për me largu gjda, jo veç me hongër e patëm, s'patëm kur gjë. Në më thjesht me e shkarku i sanës nga gjda, nga rkjesë se mësë, jo, veç me hongër e patëm, kur gjë. Në thjesht, për me hongër e keni pasë, në regullë. Edhe e dyta, kam pas dëshirë që tjetë një ushqim më i veçantë nga qielli që sill bereqet, nuk është sikur sa që i kanë, apo nuk ka një sikur se kur vjen për xheneti e për, apo një sikur se na e kena miell e kena kurr, dallon bak, nuk është i njëjtë ajo. Prandaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoni për Kautherin, a është lumë xhenet Kautheri? Inna a'tainaka al-Kauthar. Na ta keni jap ty Kautherin, Kauthar është lumë xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush pin prej ti një herë nuk etet më kur etja se kap motën. Ujë në xhenet tjetër, nuk ka si ujë të dunjas. Ate këta kanë kërku bereqet, kanë kërku mirësi pe Zotit xhallal xhelaluhu. Pastaj kanë filluar duke përmend një varg arsyesh pse po e kërkojnë sofrën. Wa tatma'inna qulubuna. Na qetësohen zemrat, sikur të thash, nuk ka punë dyshimi, ama kur vjen sofra është ti po na flet për xhenetin, nëse bëni sabër në xhenet, vjen sura për xhenetin. Mo tani është një bindje ala me shtuar. Është një ndjen të pak ma tjetër. Wa na'lamu an qad saddaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin, dhe që të bindemi se gjithmonë e ke folë të vërtetë në dim, po ka një për bindje, apo ka një për mu forcu bindje. Edhe t'jemi dëshmitar të kësaj që po e shohim. Këtu vëllezër do me i përmend disa dobi. E para, havarinet, dhe kjo gjithkon është, të gjitha millet i meqëm që ka me në kry, pasust e pejgamberit jenë njerëz më të mirë që aty umeti. Apo, për shembull, tek Beni Israel, tek hebrejnët që besojnë në Musa unë Elsam, njerëz më të mirë të ata kush janë? Janë pasust e Musa në kohën e tij, ata janë më të mirë për ta. Që ata janë më të mirë. Këni keni pas më të mirë t'jo, më të mirë ne kena pas ata që e kanë kalu detin me Musa unë Elsam, që aty që Allah jo ka qelë detin, që aty në kohën më të mirë. Edhe të krishterët me i pyet, kush janë më të mirë te ju? Thonë havarinet. Ata që i njohin si apostoj, ata që kanë pasur, ata fillim që kanë një kisonin që ata më të mirë apo. E nëse i pyet musliman, kush janë më të mirë te ju? Kush janë? Sahabët. Përveç do të mrapshtive si janë sahabët më të mirë apo. Do të tjerë ata kanë ndryshe ata. Në këtë dunjaja gjithmonë pasues të pejgamberëve janë më të vërtetit, më të drejtit, përveç do që i kam mbrapshtu shejtani dhe menojnë se më të tradhtarët janë sahabët, fatkeqësisht apo. Edhe zakonisht njerëzit që pasojnë një pejgamber marrin mësimet e asaj gjeneratës të parë. Ata janë një farë reference, se çfarë qëllimi ka pas pejgamberi. E mirë, Isau a.s. të ndërlozër, askun nuk ka argument, as në librat e shenjta, as në Kuran jo se jo, pas në Injil nuk ka, askun nuk ka, se ka pretendu ndonjëherë se është djali i Zotit. Edhe havarinet kështu e vërtetuan. Nuk i atribuan cilësi hyjnore. Apo e trajtuan si rab Zotit. Njerëzit që e njohin më së miri i thanë, hel yastati'u rabbuk. Zotit a ka mundësi me e zbrit. Andaj lutë Zotin se ti je njëri si na. Po ti je pejgamber, lutë Allahun xhallahu ala me zbrit. Prandaj havarinet nuk
e trajtonin me cilësi hyjnore, nuk kishin kësi qasje. Prandaj Isau a.s. kur nuk tha kështu, mirë po këtu jenë prej gjërave të shtuara më vonë fatkeqësisht, e që sipas asaj që na ka mësuar Allahu në Kur'an, edhe ka përmend Allahu xhallahu ala në shumë vende, e veçanërisht në surën Maryam, ku flet për nënën e Isaut a.s. dhe për Isaun a.s. Allahu përmend se një prej mëkateve më të mëdha dhe shpifjeve më të rënda të bëra ndaj Allahu xhallahu ala është të konsiderohet se Zoti xhallahu ala e ka një djalë dhe e ka një grua që me ta pastaj e ndon pushtetin dhe e udhëheq botën atë. Ose të tjera që Zoti xhallahu është i pastër nga gjitha këto që i mvishin atij. Prandaj havrenit kështu Allahu na mëson se havrenit këtë bindje patën për Isaun e sepse ishte njëri e nuk ishte tipare hyjnore. Mësimi i tjetër që e marrim pikë është gjithashtu mësimi të havrenit tek sahabët është na jemi të bindur se havarinë të ndërlozër se ka mund nga mendyshja, larg asaj. S'kan dyshuar në Isaun e sepse. Por megjithatë, edhe besojmë se këta janë më të mirët e pasuesve të Isaut alayhis salam. Edhe besojmë se janë të devotshëm, edhe besojmë se kanë përkrahur Isaun alayhis salam. Mirë po, nuk janë sikur sa ashabët e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Po, nga se pasuesve të Musaut alayhis salam, kur Musa alayhis salam i tha, Allahu po thot, nëse doni me e hap, me e çliru Kutsin, me hinë vend këtu ku duoni me konë, apo atëre udkhulu alehimul bab, futuni ka porta e këtij veni, fa idha dakhaltumuhu, posa të futenin ta keni me i mujt. Ata nuk patën guximin as me u fut në portë, ju me luftu. Se Allah nuk ju tha luftoni, tha futuni në portë. Posa të futuni si turm, Allahu xhallahu ala ka mi shpartallu ata. Ata nuk u futën, po thanë, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Tha shko dhe ti dhe Zoti të luftoni, inna ha huna qaidu. Na porrim çto. Kur ti mund tim në Zotin tën ata, na thirr na vim ata. Ndërsa pasues e Isaut atë kërkuan sofër. Ndërsa pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashabët e tij asnjë nga këtu apo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur pat nevojë me dal në Uhud, ishte vështirë. Atëra u quajë Sa'd ibn Muadh radhiyallahu anhu, ishte zotriu i Ansarve. Dhe tha, oj dërguari i Allahut, na pri, nga se nuk do të themi kur sikur se i than shokët e Musaut, shko ti dhe Zoti yt e na porrim këtu. Na ty nuk themi kështu kur, po na po themi ty nisu dhe kado që shkojsh na ki mas veti, edhe në qofë si jam sy në detit, ne këna mi jam sy së bashku me ty ato. Ashabët e pejgamberit më të posaçëm, janë më të veçantë. Gjithashtu do të thotë në çdo aspekt nuk kërkuan nga pejgamberi sa mrekullinë e caktuara të jashtëzakonshme, nuk kërkuan, përkundazi, jetuan në varfëri jo të skajshme, në vështirësi, por bënin sabër pa u hamendur kur dhe pa u lëkundur kur, që t'i rrinë gati Muhammedit alayhi salatu wasallam. Andaj, respekt të gjithë pasuesve të pejgamberve, dhe ata njerëz më të mirë, por respekti më të veçantë dhe më të posaçëm, apo nga të gjithë pasuesve të pejgamberve kanë ashabët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Janë të veçantë, janë të posaçëm. Prandaj na duhet më mburr me këta burra që i kemi. Na duhet më njoft sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, me i dash ta njerëz dhe mua mësua dhe fëmijëve tonë dhe gjithëve se këta duhet me i dasht, këta duhet me i respektu, këta duhet me i ndjek, për e ty duhet me mësu fen, ka se të burim s'kem, nëse e anashkalojmë gjeneratën e sahabeve në kuptimin e fest, në bom më zvet, andaj, havarinet janë burrat mirë, devotshëm, Zoti xhallahu na bashkoft me ta në xhenet, mirë po, kur bie fjala për pasuesit e pejgamberëve, sikur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i pari për tyne, edhe shokët e tij janë të parë të tyne. Tjetër që e nxjerrëm për kësaj të ndërlozë është se Isa alayhis salam për me evitu një problem, një keqkuptim që kishte mundësi me ndodh,
hapi derën e dialogut mes ti dhe havarimi sikur që cika. Prandaj, sikur që kemi cikë edhe disa herë. Të ndërrodhër, soher ka diskutim familjar, diskutim shoqëror, me argumente, me fakte, me gjakftësi, pa paragjykime, apo ku secili i jepet e drejta me dhënë mendimin e vet dhe me mbështet mendimin e vet. Dhe ka dialog ndërshoqëror, gjithmonë këtë shoqëri ka kompaktësi dhe ka unitet, edhe pse mund të kenë mendime ndryshe. Ndërsa me një vend, me një familje të vogël, ku nuk ka dialog, apo ka monolog, veç njoni kështu thot, edhe tjerë duhet që ashtu mja bo. S'ka diskutim, s'ka mirë kuptim, ka imponim, s'ka razillëk aty, nuk ka mirësin atë familje ashtu. Edhe në shoqëri, edhe në vend, ku do koftë, duhet me pas dialog, duhet me pas bisedim, duhet me pas diskutim. Në ato punë që ka mundësi me pas dialog. Nësë në themi për shembull, me mbledh familjen në Ramazan, po ve Ramazani, po në gjinojmë, që po bojmë. Jo, kështë s'ka po në gjinojmë, po në gjinojmë, s'ka këtë dialog, apo po në gjinojmë. Ose natën me ra me flajnë, para se me shvetë të burra, nesër të më që me falë sabajnë, a mi u qua, mos mi u qua, që shpo thërë një, jo, du të mi qua për sabaja, po me nej, jo me dhun, po me mirë kuptim, du të më që me falë sabajnë. Po të më aty ku ka hapsir, duhet me zhvillu dialogun, duhet me zhvillu diskutimin, pa tjetër, nga se e mbyll derën e paragjykimeve, e mbyll derën e keqkuptimeve, nëse ka dialog edhe ka diskutim ndërmjet palëve, ndërmjet njerëzve. E kur havarinët e arsyetuan kërkesën dhe kur havarinët treguan se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj, domethënë dyshimi apo diçka të keqe, përmendën 4 arsye. Na po kem qef me hongër, me na u qetësu zemrat, apo po kem qef që të na shtohet bindje se e ke folë gjithmonë të vërtetën, dhe po kem qef të jemi dëshmitar të kësaj ngjarje, me u përcjell edhe gjeneratave të ardhshme se çfarë burri ke qenë, çka na ke mësuar ti. Përmendën 4 arsye të forta, atëra Isa u sa më bind. Apo a pesha fillim thaj të kullah, jo çka po lëpni kështu. Kur e arsyetuan, u kry. Prandaj edhe na mund na duket diçka e çuditshme, e pazakonshme. Kur të arsyetohet, do të më largu çudia. Prandaj ka arabët e kanë një proverb, thonë idha urifa sabab batala al-ajab. Kur dihet sebepi, dihet shkaku, hop tani çudia, çka kemo çudit më, na morën pa e ditë shkakun e dim çudia. Ama kur të hop shkaku e morën vesh shkaka bot, si çka çuditësh më. As më suabet, u morën vesh kjo punë. Kërë që qysh po mundet për shembull dikush më. E na çudit se kena pas mendin mirë për të njerëz. Kur po inim çka po flasin, tani po marrën vesh pse po flasin, mos po çuditëm, veç po na dhimbën apo. Tani veç po na dhimbën, mo çudi s'ka po ka dhimbje tani apo. Vjen keq, qysh dikush më lën vetë me radhën këtë drejtë apo. Andaj Isa alson societet mo, e mor vesh që ta keni arsye, u kuptu, na njerëz ju mirë kuptoj. Edhe u drejtua ka Zotë Gjellewala dhe tha, Kala Isa ibn Maryam, tha Isa u biri Maryamës, Allahumma Rabbana. Allahumma është ja Allah, o Allahu jam, o Zoti i jon, o kujdestari i jon. Andaj në duan e Isaut alesam të ndërlozër, në hyrje, në formulim, në përmbatje, në ndalje, në përfundim, në gjitha këto, mësoj me të vërtet regula të rëndësishme të lutjes. Qysh duhet të robi me lutë Allahu xhallahu ala. Isa alësimisht e me pozite ka Allahu xhallahu ala. Parmendoni njëri që Allahu ja ka mundësu me ngjall deknin. U dek njëri e ka preku ngjall, bi idhnillah, me iznë Allahut. Për mi bin Beni Israel se është i dërguar i Allahut. Wa akhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah. Çka bëj? E marrë e formsoj nga balta një zag, fa anfukhu fihi, fryn të dhe yakunu tayran, bëhet zag bi idhnillah, me lejen e Allahut. Kjo kun Isa alayhis salam, dhalika Isa ibn Maryam. Që kjo është Isa i biri Maryamës alayhis salam. Edhe me gjithë këtë pozit,
kur vjen puna me komuniku me Allahun xhallahu ala duhet me ul kokën apo. Me parulë dhe me varfëri. Jo dikush më menu që kur t'i jep Allahu xhallahu ala tani mendon se edhe pa lut më ndreq mu Allahu punë. Edhe pa munu mu Allah ja. Sa më tepër lidhesh me Allahun, sa më afër Allahut je, më shumë i ruan raport me Allahun, më tepër shpreh varfërim për Allahun, më përulshëm i lutesh, më i thyer i drejtohesh, më i gjorë dhe më i mirë dhe më i shkret kërkon prej tij. Sa më shumë e një Allahun, më i përulën dhe ti je. Wallahi sa më pak e një Allahun, ma letja bën me te, si mbas këti. A sa më shumë e një Allahun thush, veç me Allahun zi që fshja bëja pëtë. A ne ka unë, Allahumma Rabbana, o Allahu jam, që ka që farhyrja, o Allahu jam, Allahumma, ja Allah, o Allahu jam, Rabbana prap, thirje me emën tjetër, njerë me emën Allah pa e thirë, që është emni ma i madhi Allahu Gjallë Gjellali hopë. Pastaj pa e thirë me emën Rabb, që është emën që të regon kujdesin e Allah ndaj robëve, sundimin e tij ndaj robëve. Tregon se ai është Zoti i çdo gjëje. Tha o Zoti jon, anzil alena ma'idatan min as-sama. Na zbret një sofër nga qielli. Tash mu Isa alayhis salam nuk po tha sikurse havarinet. Ata thanë duna me hongër, mu bind apo e kuptova ti. Tash se ka njëri i mëshëm. Ata havarinet e ka dhënë këta. Isa alayhis salam tash te Allahu po e ndrej sa shpak më ndrysh atë. Tha anzil alena ma'idatan min as-sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tha o Allah, na zbret një sofër nga qielli që ta bëjmë ditën e zbritjes së fest. Nuk tha na me hongër apo. Edhe më kry kjo punë. Ton kjo mrekulli e madhe, hongër me shkum. Që ka njëri që e mbanon Zotin xhallahu ala. Ka njerëzve ju ndodhin gjëra të mëdha në jetë subhanallahu. Ja pa Allahu shumë diçka, edhe normal e ka atë punë. Do ka bash normal. Do ta me bo bagë të madhe, do ta ngjore bagë me bo të madhe, duhet a ngjore me pas bagë ndikim në jetën tonë. Ata Isa sa nuk tha, na zbrit në sovrat hajna buk pisoj. E tani me zbrit sovër për qielli, me begati dhe mirësi të qiellit, po hajna edhe kur gjë. Tha Isa sa ti e zbrat, na e bëna fest në tokë. Fest të kjo punë. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Tjetë fest edhe për neve, edhe për ta që vinë pas neve. Wa ayatan minka. Edhe që tjetë një argument për teje. Argument se ti i kënaqur me neve. Argument se ne jemi rob të tu e kështu me radhë. Andaj Isa u alson të ndërozër, shiko, e kjo është dobi shumë e rëndësishme. Po kërkon furnizim, apo kërkon me hongër. A thënë ata njësorë që hajnë në pisoj, a ke furnizim, apo? Isa u alison po e këthen kërkesën në furnizim në qka? Po e këthen në kërkesë që ka të bëj me këtë botë dhe ka të bëj me botën tjetër. Që kështot është kërkimi i furnizimit e këbesimtari. Rabbena atina fi dunja hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Çdo njeri që don me fitu dunjon, don me fitu në dunja, miliona, miliarda, shumë do me fitu. Nëse ka qëtë ajet para veti, kur s'ka me devijin shola? Kur? Edhe një fitohet miliarda, kur s'hup? Atina fi dunja hasana. Ne jam kënë dunja mirësi. Këto t'jena mirë, t'jena rahat. O fil akhirati hasana, mirë po, mirësia dunjas, mos na hupa heritin, na atje kem që me konë mirë. O kina adhaben nar, edhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Një pasuri, e cila të shkakton një mirësi, shëndet, begati, çfarë do qoftë, që të sjellë në dunja rahati, mirësi, kënaqësi të sjellë, dhe e njëjta begati të afron tek Allahu xhallahu ala, sta up ahiretin, dhe e njëjta begati të bëhet pengesë nga xhenemi, sa të mësh mbledhe, kur mos e nalëm. Ama çështo. Andaj tha, Iden, në bëhet fest në dunja, knaqemi këtë dunja, festojmë, argëtohemi, apo edhe në ahiret, në bëhet argument se ne na kundër rrugën tonë. A ne kështu besimtari bashkojnë mes dunjas edhe ahiretit.
jo ahiret edhe ka praktikë dunjan, se asi ahireti pa dunja është i keq kuptuar ahiret atë. Po jo edhe dunja pa ahiret, ajo është tani halama i keq kuptuar, se ai parë atë. Por dunja me ahiret, dunja që çon në ahiret, edhe ahiret i si mëson me ndërtu dunjan, kështu po atë. Çështo muslimanët punon për dunja për me fitu ahiretin dhe punon për ahiret për me rujt dunjan. Çështo ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tani sot vjen, nuk e dim, pak shumë, zëmon veç me pas në aspektin material. Çdo mirësi dhe begati që kërkon këtë dunja njëri, e kërkon me qëllim me rujt të dyat atë. Me rujt të dyat. Dhe tha, Iden na bëhet fest. Fest ka kërku. A e ka kërku këtë fest sonta, cilën e ka kërku Isa e Zam? E tjetër është e që ka kërku amë. Festa të në Islam nuk kanë lidhje me kalendar. Nuk kanë lidhje me në qofse po e kalojmë një vjet ma pak e kje mërnu. Një vjet ma nga deke si e ma pëtën. Njështë e me që ungjën dhe kojnë. Apo, ose për dy sebe pe kojnë. Jo në kuptu veç me latë, po. Bajagi e logaritmi vetë vetën. Bajagi mënën mirë, për dy sebe pe. Ata që kanë veç dunjanë, së mënën për ahiret, për shambull, së beson ahiret, ata kojnë se shkum, një ma pak. Apo, ata që kanë edhe ahiretin, thënë, aja që kalej, që ka bo Zotin me ta? Kalej një vjetë, apo, këna bo kësi, këna bo si, punë të mira i ka bo Allah, ka bo Allah, i ka pranu, punë të këqia i ka folë Allah Gjallahu Ala. Andaj, me asë një logik, njështë e meqëm, nuk ju bin hise me shpall ditë feste, afrimin e dalës nga këtë dunjapta. E as bën na hiq me festu kurra, jo bën edhe shumë. E për çka me festu muslimani? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka bërë ju dy festa. Ato janë festa e Fitr Bayramit edhe festa e Kurban Bayramit. Këto festa të ndërrohet vëllezër janë festa të ibadetit, të adhurimit. Andaj nuk bën në emër të adhurimit me bo asnjë festë tjetër. Se çdo festë e ka bëu Zoti xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po njëri më u gëzu, jo me shpall festë, po më u gëzu. Me rastin e për shembull gjërave të caktuara, ka diplomu apo më u gëzu për një fitore të caktuar, më u gëzu, ke lejohet, gëzohemi brenda asaj që është njerëzore dhe asaj që është në kuadër besimit ton. Mirë, po cili është koncepti i festës në Islam? Se kjo shumë kena që më volë për festën, me që Isa alisam në tha festën, na e pruni vetë këtë festë. Koncepti i festës në Islam cili është? Është në Islam të ndëruar vëllezër, festat janë të ndërlidhura me sakrificë dhe me mund. Një muj ditë kena agjeru, pa bukë kena net, pa ujë kena net, jena lodhë, apo ja vlenë në fund me bo bajram ato. Haqilert në haqë, sakrificë, mund, na këtu therëm kurbana, sakrificë, tonë bashkë e shpallëm ditë feste kurban bajramin. Mirë po njerëz me festu, pa bo kur gjëheq, bile me festu dështimet edhe humbjet, këta me Islam nuk e kap hesapi mirë ato. Së në gjungë këto, pse këta njerëz nuk kuptohet kjo punë pëse. Prandaj, na në Islam kemi festa, arktohemi, gëzohemi, edhe kur s'kemi fest, gëzohemi, arktohemi, apo pse ju, alhamdulillah, për çka do qoftë, i lindi kujt fëmija ke pa, bon akika, prejnë mesh, hajnë mesh musliman, të bohën, alhamdulillah, martohen, gjithashtu, obligim është me bo diçka kur martohet dikush. Që të kohë, bile minimale, ma obligim është. Asër nuk është ditë e thjeshte, nuk është ngjarje e thjeshtë. Madje edhe për të arritur tjera. Për shembull, ka kur sukses në biznes, ka diplomu, ka marrë diçka të mirë. Pse jo? Në rrafshin familjar, në rrafshin shoqëror, ku do qoftë, më gëzu, njëri gëzohet. Por gëzimi i cili fillimisht nënkupton falëndrimin ndaj Zotit xhallahu ala. Ai ka mundsu këtë mirësi. Dhe arktim dhe gëzim i cili është mbrana asaj që është me standardet njerëzore, logjike, të arsyeshme dhe të besimit e kështu me radhë. Andaj po ka festa, mirë po ato që i plotësojnë standardet dhe kushtet, përndryshe musliman nuk gjojnë arsye pse ato. Pavarësisht tani aty e tjerave,
a janë tonat, a janë tujat, aja tani është tjetër spjegim e japëm. Po mjafton që kja që është topë. Bendum pse duhet me kesh, Allah. Unë e kesh e spritoj, edhe që tash, veç ka të zëmë pse me kesh. S'ka problem, kur dush keshëm. Pse duhet më gëzune? Kalzamën e gëzona. S'ka problem. Pse duhet sonte me konë, ndryshe pi promshit, pse? Bendum, edhe vazhdojnë më tuti. Mirë, po zdi pse veç që ashtu të tonë po bënë. Ja, për të tonën se ka me të tonën. Për të tonën se kena me të tonë. Ka se besimtari se jap trunin me qire kërkujna, apo asë që ja falë kërkujna, e ka të vetin, menan për vetin. Në bazë të bindjeve të vetë, në bazë të besimit vetë e kështu me latën. Dhe e fundi që du me përmen të në rëzërse, Allahu Gjellewala e ndëgjaj lutin e Isaut Alisam. E ndëgjaj. Dhe Allahu tha, Qala Allah, Allahu Gjellewala tha, inni munezziluha alejkum, unë ka me uazbrit juve këtë sofrën, po, ape lyp në sofrën, ka me uazbrit sofrën, fa men jekfur ba'du minkum fa inni uadhibuhu adhaban, la uadhibuhu ahadan min al-alamin. Unë e sofrën po me zbrit, ju e keni lyp, edhe po e lyp, por o bia mi dashën, po e sofrën. Mirë po, mas sofrës, nuk kanë me konë punë si para sofrës. Para sofrës, ndryshe. S'keni pasu një konë undë, ka do mirë kuptime. E kom që sofrën, i një ngi mirë, tani s'ka më arsye për dë gjinohë më optën. E kuptove? Andaj, diri sa si ke ditë dësene, ta ka falë Zotë Gjellera. S'ke ditë. Kur i ke mësu, begatio mësimi, kësë në më ikë për dijes. Ama nuk bën me usilë si e di, si në njëtjim, si morën vesh, si s'morën vesh, si ngumë, si në njëtjim. Ja, zban, do të më nërru. Unë e marrë vesh kër njërë konë ma i ri, ka po të që i ri ju konë, ama. Njëtët menë dhe kër i ka po mas 20 jetë. Ja, ta një pse tash, e kuptoj, mosh në adolescencës, pubertetit, edhe pa u kesh. Qa është dhe? Ama, i ka po njërë 50 jetë, e tash, unë të mërsh a vesh, atëherë, ama që tash të të mërë vesh? I bënë të gjeste e fëminore, për para pa më tash, hajtë atër s'kemi ditë, s'kena pas informim, s'kena pas nështë shkolla, s'kena pas liri, s'kena... Hajtë atër, për shambull, para lutës, e dini, ata që e mojnë me në shkollat kanë qenë dhe për shpija, edhe ka qenë problem me shkon shkollë, se i hinë klasë nuk e ditë, apo hinë profesori, apo hinë policia, apo të rejë, nuk e ditë cili pojnë, për apo kush e ka qilë dhere, nuk ka problem me ditë kush për hinë, ose u hi profesori, mas një ka mujnë me i pa opet të nej tjetëri, ka problem. Edhe me që thatë njerës me dike, kanë ka përsyja, edhe në atë kohë, me në dalë rezultatet, me nishe me dyqysh, e ka pesabi. Ma sot, pse sot nuk mësojnë, pse sot nuk ka arritëshmëri, pse sot nuk ka ngritje, pse sot, kush po të njekë sot e Allah, kush po të ngutë sot, kush po të bënë presion sot, kush, qka po të bënë nganë sot? S'ka më arsyje, nuk ka një si kurse, kur e ki, kurse ki. Nuk ka një si kurse në pushtim edhe në rëbni, si kurse në liri edhe në shtetë tonin, së është njëjtë. Nuk është njëjtë. Nuk ka një si kurse kur këna pas kora kur një liber me nëzike gjithë me nëzu për fejë, një Mihalu konë, qatë ju kam zu musliman, qaqen, hamduna, qa i ka bujdare. Ama i konë i kufizum. Nuk ka njëjtë është vedia dhe nuk ka njëjtë, nuk dhëtë me konë njëjtë devotshmëria dhe me konë pjekunia dhe me konë gjitha, edhe njëjtë si në konë kër i kena 2000 libra. Nuk ka njëjtë Allah, nuk ka njëjtë. Për dikanë vëllahi, fatkeqësisht, unë shpesoj që këto sëna skasi, po ndodhë. Si ja botove 100 libra, si ja botove, si ja kale ketë librat, njëjtë. Allah, ndërëm diqka, a ka nej? Për shambull, për para s'këna pas mësime në gundë mësime, s'ka pas mësi. Dhe me atë që kanë pas mësi, baja ginalt e kanë hypë nivellën e besimit, baja ginalt. Dë vjetëri tonë s'kanë mësua ta, ka thonë kjo, ka thonë naj, kësane, s'kanë pas të bashëm, me qëka e kanë shtu për para? Me një fjallë, itikati kanë thonë, me itikat, këti kanë përmbledh në itikat. Edhe në bështetin, edhe shpresin, edhe dashnin, edhe sakrifisin, edhe bujarin, edhe sabrën, edhe këti kanë bërë në itikat. Sa gjënë do me bukur, e mësën këtë, e mësën atë, e pëse së të sërtaj? Andaj, nuk ka njëjtë. Allahu Gjellat për kradët ndihman, gjithmonë. Mirë po, kur ta qënë begatin, dënë me i pa Allah shenet e begatisë të jo lopën.
Sikur se ti e jap dikujt një hedije, ki qef me pas sa i pjashehon ose hedija ma. Me të vetë kur ç'a bën më, vallai më ka hupa po. Më ka hupa. Sa është ai normale, i ndodh me hupa, normale është ama. A është kjo përgjithësi? Është valla s'di dikun, ja dash një unë që të më duket në rrugë, se s'mbike mu tamam. Sa është kjo, nuk është kjo, apo edhe Allahu xhallahu ala. Ta kumulon këtë mundësi me mësu, ç'a bënë me ta? Wallahi ç'a të tungujem. Duhet pak më shumë përgjithësi, se nuk është njëjtë si përpara si mas asaj. Që të Allahu tha, unë e sofrën, po më u zbrit. Mirë, po me bo me mohu mas kësajna, me bo më ulkun mas sajna, nuk ka njëtë si kurse para kësajna, nuk ka njëtë si para sofrës. Andaj, edhe njëtën tone, ka sofra, ka periuda para sofrës, edhe ka periuda pas sofrës. Se cili prej neve ka i kalendar që shto, din me dalu kohën para sofre edhe mas sofre, në shumë rrafshet jetës. Shikoj e gjendjen tone, para sofre dhe mas sofre, që shia pëtën. Apo, është ndoshta e arsyeshme para sofrës me i botë sane, kanë kalu, aja që ka qenë gabim, Zotin e falt, mas sofre, duhet pak, jo pak, po bajegi shumë me konë ma të kujdesshëm. Allahu xhallahu ala u Zot në rrugën e drejtë, na begatoft Allahu me mirësitë e tij në dunja, edhe na begatoft me mirësitë e tij në ahiret. Allahu na ruaj nga zjarri i xhenemit, dhe Allahu xhallahu ala na mëson që me i vlerësu begati dhe mirësitë e Allahu xhallahu ala. Dhe lutem Allahun e manduar të ndërrohet që çdo begati që Allahu na jep, qoftë ndije, qoftë mirësi, qoftë pasuri, kudo qoftë, Allahu na mëson që pas çdo begatie të më të mirë dhe më afër Allahut, se që kemi qenë para asaj begatie. Me kaq për do fundit takim dashur, Zoti i ruaj dhe shpërblet, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.